Territori shqiptar për datën 7 nëntor do të jetë në ndikimin e masave ajrore të lagështa dhe të paqëndrueshme me mod kryesisht të vrane dhe reshje shiu me intensitet të ulët deri mesatar në shumë zona të vendit. Paraditja do të karakterizohet nga vranësira të dendura dhe reshje të herpashershme në zona qendrore dhe veriore, ndërsa në orët e pasdites priten intervale të shkurtra kthjellimesh në zonat bregdetare dhe jugore. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 6 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 19 gradë Celsius në bregdet dhe zonat e ulta. Gjatë ditës pritet të ketë rreth 3 deri në 4 orë diell. Era do të fryjë mesatare nga drejtimi jugor me shpejtësi 3 deri në 5 metra për sekond, ndërsa në bregdet her pas here mund të arrijë deri në 6 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët deri mesatar rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 7 nëntor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 2. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 7 nëntor do të jetë në orën 6:12, ndërsa perëndimi në orën 16:37 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 11 deri në 15 gradë Celsius. Kukës, 9 deri në 11 gradë Celsius. Peshkopi, 9 deri në 11 gradë Celsius. Tiranë, 14 deri në 16 gradë Celsius. Durrës, 13 deri në 18 gradë Celsius. Kavaj, 12 deri në 16 gradë Celsius. Elbasan, 13 deri në 16 gradë Celsius. Bera, 13 deri në 18 gradë Celsius. Korçë, 6 deri në 11 gradë Celsius. Vlorë, 15 deri në 19 gradë Celsius. Gjirokastër, 10 deri në 16 gradë Celsius. Sarandë, 13 deri në 19 gradë Celsius.